Vendimin për futje në listën e zezë bën që kompania të eliminohet nga të gjithë tenderët tjerë në të cilët kishte aplikuar për të fituar tenderin. Andaj, këtë vendim për listë zezë, kompania e atakon edhe në gjykatë dhe kërkon edhe masë të sigurisë. Po, Landa ka shkuar në gjykatë. Domethënë ju kemi drejtu gjykatës për me bën një masë. Edhe gjykata ka bën masën për këtë vendim. Prapë se kanë përfill as janë marrë me këtë çështje, se kanë respektuar vendimin e gjykatës asnjë gjë. Pra, vendimi i gjykatës ka qenë masë e sigurisë për listën e zezë? Po. E kanë bën një masë për listë zezë, ku me masë, me sa kuptoj unë, ne nuk kemi listë zezë. Edhe pretshëm që këta me pezullu vendimin, këta se kanë pezullu vendimin vetë se kanë vazhdu me nënshkrimin e kontratave për kompaninë e caktuar që është mbi 100.000 euro mbas njëve. Pra bëhet fjalë për komunën vetëm të Pesë apo edhe për komuna të tjera të cilat nuk ju kanë përfill masës gjykatës? Edhe komuna të tjera nuk ju kanë përfill masës gjykatës, sidomos komuna e Prizrenit, komuna e Skënderajt. Edhe më interesant është fakti që në kohën kur SHP-ja e ka marrë vendimin për ta futur në listë të zezë këtë operator ekonomik, disa ditë më vonë, menjëherë i ka hedhur poshtë 2 ankesa të tjera të këtij operatori ekonomik, të cilat kanë qenë aktive, por të cilat kanë qenë autoritetet të tjera kontraktuese. Bëhet fjalë për ankesën me numër 481 edhe me ankesën numër 552 të vitit 2025, të cilat janë në emër të këtij operatorit ekonomik, por janë ndaj autoriteteve të tjera kontraktuese për të dy këto ankesa, të cilat janë dorëzuar në muajin qershor. Raporti i ekspertit thotë që këto lëndë duhet të kthehen në rivlerësim. Raporti i ekspertit është publikuar gjatë muajit korrik, ndërkohë që vendimi i organit shërtues të prokurimit për t'i hedhur poshtë këto 2 ankesa është marrë pas datës 17 gusht, pra pas datës kur OSHP-ja nxjerr vendimin për ta diskualifikuar këtë operator ekonomik për një aktivitet tjetër. Pra, i bën që autoriteti kontraktues, pra në këtë rast organi shërtues i prokurimit, padrejtësisht e ka eliminuar operatorin ekonomik nga pjesëmarrja në 2 aktivitetet e tjera, në 2 autoritetet e tjera kontraktuese. Sipas Kabashit, kjo është në kundërshtim me rregulloren. Vendimi i OSHP-s që për ta eliminuar nga pjesëmarrja në 2 aktivitetet e tjera të prokurimit publik këtë operator ekonomik është në kundërshtim me lenin gjatë 7.9 të rregullores së prokurimit publik, nga se ky nen thotë që nëse një operator ekonomik diskualifikohet nga pjesëmarrja në prokurim publik, atëherë ai operator ekonomik nuk mund të marrë pjesë në aktivitetet të tjera të prokurimit publik nga data e marrjes së këtij vendimit dhe jo edhe nga aktivitetet të cilat paraprakisht ka qenë ofertues. Gjykata komerciale në caktimin e masës së sigurisë, përkatësisht pezullimin e vendimit të OSHP-s, e kishte arsyetuar si të nevojshme për shkak të dëmit real që mund t'i shkaktohej kompanisë. Gjykata gjeti se shtyrja e ekzekutimit të vendimit do të shmangte pasojat e mundshme që do të shkaktoheshin në të ardhmen te paditësi, ndërsa nëse nuk do të shtyhej ekzekutimi i vendimit, paditësit do t'i pamundësohej realizimi i të drejtës së tij në procedurën e prokurimit publik. Gjithashtu, gjykata kishte arsyetuar se kjo masë nuk ishte në kundërshtim me interesin publik, pasi mënyra e vendosjes nga i padituri, në këtë rast OSHP, nuk ishte e qartë lidhur me bazën ligjore për një vendim të atill.